Kemi ardhur edhe sot në Konad për të bërë pazarin dhe është momenti që të hedhim tani një sy recetës së ditës së sotme, që është makarona me ginger dhe me karkaleca. A duhet jetë mirë? Ke vërre që ky shef tani nuk e di pse çdo ditë të hënë përzgjedh gjithmonë çka keti me atë kosh. Po gjë hapë kosh ata lekut para. Okej. Përzgjedh gjithmonë këto produktet që kanë të bëjnë me detin, fruta deti, peshk, që ka prodhim me detin përgjithësi. Po nga që është duke rënë shita edhe ka kështu. Apo s'ka lidhje me shqip? Jo, nuk ka lidhje. Gjithsesi, lexojmë përbërësit që janë makarona, domate, ginger, karkaleca, vaj ulliri edhe piper. Pas ka disa produkte. Mirë, përpara se të them pazarin, shkoj të marr listën e ofertave, është një që zgjasin deri në datën 21 shkurt. Po janë të vlefshme akoma. Mos kemi ndonjë nga këto produkte me ofertë, marrim ofertë, do ta marrim me çmim. Okej, mirë. Shko merrem, ndoshta përfitojmë edhe ne sot nga ofertat për këto produkte të cilat bëjnë pjesë të receta jonë, sepse pas ka një lloj të veçantë makaroni në fakt. Mora? Dashuria kalon nga stomaku, shikon faqet e brëndshme para. Me çfarë slogani që e kanë nisur lehtësimin e produkteve. Për Shën Valentinë, që qenë për Shën Valentinën, edhe se ofertat kanë filluar që në datën 8. Oferta fantastike me produkte cilësore në Konad, vetëm në Konad, e janë i bëni pazarin një lloj si ne. Vaj ulliri extra virgin? Për vetëm 699 lek, dhe është 1 litër vaj ulliri extra virgin. Hapim tjetrën. Biftek i freskët Vici, original italian, thot 1290 lek kilogrami. Wow! Salcice freskët me mish deri 739 lek kilogrami. Finok, për vetëm 179 lek kilogrami, kemi këtu për shembull peta buke të thekur, integrale, për vetëm 249 lek, sepse shumica mund të jenë edhe në dietë, kanë filluar që të mbajnë linjat, po afrohet pranvera, duam që të kemi trupin sa më të bukur, dhe të konsumojmë buke të thekur. Premium Coca-Cola, Light, Konad, 4 herë 500 ml, vetëm për 199 lek. Me 32% ullje, wow, paska. Verë, shiko verën, me 629. Ja, nuk më lë mua që të lexoj për shembull përgatitës për tort me kakao, margherita, e cila është për vetëm 379 lek. Për të gjithë neve që na pëlqejnë ëmbëlsirat. Ndërsa, diçka interesante që bashkë. Patatinat. 200 gram, 149 lek, 16% fondo, ke pas ka lloje ndryshme sallam, djath, gorgonzola. Qumë është pjesërisht i skremuar për vetëm 145 lek dhe është 1 litër. Ka gjëra pa fund. Prit, shohim dhe të fundit, janë këto detergjente të ndryshme që na duhen neve për higjienën e shtëpisë. Po. Se mos pengojmë, të cilat janë të gjitha me ofertë. Vazhdojmë. Nisim neve me pazarin, këtu do të mbetemi sepse të parë do të marrim gingerën. Kemi gingerin, që do ta marrim të parin, ja ku është këtu, i paketuar gati në Konad, dhe e vendosim në kosh. Okej, më ndihmon. Dhe pas gingerit, për të mbetur te sektori i frutave dhe i perimeve, kemi për të marrë domate, që është natyra jote, si gjithmonë, okej. Mirë, jo lërë se mbaj vetës të ma merdi. Më merë ofertat, Lori? Dhe jo vetëm unë, të gjithë ata që na kanë ndjekur tani dhe janë informuar lidhur me ofertat, sigurisht e kanë kuptuar duhet të drejtohen vetëm në Konad për të përfituar nga ofertat fantastike. Domatet duhen nga këto të mdhaja, dhe? Po. Nuk është të duhen shumë pomodorini. Jo domate të vogla, në të kundërt e shkruan vetë shefi. Okej. Domate ka kodin 59. Çfarë po ndodh? Nuk po e ashtu, nuk po e rregulloja dot atë makinerinë se çka ka makineria. Nëse bëra mënyrë. Ti edhe ja ke marrë dorën kësaj. Po nuk e di se çfarë ndodhi, sot ja mundova 2 herë. Ta bëja, po se çka ka nuk e mora vesh. Ja ta provoj dhe njërë. Nuk bëhet. Domatet kanë kodin
59. Okej, kodi 59. Dhe të lutem nxito sa ngelëm këtu. Po. Ne kemi marrë domatet, kemi marrë edhe gingerin, tani drejtohemi tek makaronat me ato llojin e veçantë që ja tregojmë vetëm kur të mbrim aty. Dhe gjithashtu rrugës kemi vajin e ullirit. Okej. Shkojmë të marrim makaronat apo vajin e ullirit përpara? Vajin e ullirit marrim nga ky këtu sepse është vaj ulliri ekstra virgin. Extra virgin e 699 lek 1 litër, është me ofertë, e gjeti. Është që është oferta këtu e fotografia. Po, te fotografia. Mund të marrim vajin e ullirit, klasiko, shumë i mirë, absolutisht. Cili do kjo? De Ceko. De Ceko. Mund ta vendosim në koshë, tani jemi gati për të marrë makaronat, llojet të cilat ju është surprizë deri tani, po është momenti që ti zbuloj dhe që janë makarona farfaline me ginger dhe me karkaleca dhe ti lexojmë një herë përbërësit? Domate, ginger, karkaleca, vaj ulliri, piper edhe makarona farfaline, shkojmë të marrim. Makarona farfaline. Farfaline. Do ta kem formën si flutur, kështu. Po pra, edhe fluturat të vogla, madje. Jo, po ç'flutur është ajo? Qeka kërmill. Si puna i gjenca të çuditshme. Jo, i gjeta. Farfaline janë këto makaronat kona të cilat na duhen ne për t'i përgatitur me ginger dhe me qeka si grenza. Karkaleca. Si grenza, si flutur thotë. Tani ti mos ke dyshime për formën, ja të tregoj edhe një herë. Këto janë makaronat që na duhen për recetën e sotme, më sa që i duhet sheftanit. Po ka dhe farfaline apo jo s'bet. Janë me salcë, janë me shudo pa salcë. Po ishte përgatitura me salcë karotash, kështu që nuk na duhet, ne? Ndërkohë që na ka mbetur për të marrë karkaleca, që ne i marrim te ushqimet e ngrira, gjithashtu edhe piperit tek erza. Tani për të marrë piperin e zi të bluar, jo kokër, që na duhet. E ka shkuar të bluar, shefi? Jo, po në momentin që nuk e jep specifikën, do të thënë që unë e marr me mend. Ky është kodi. Kodi komunikimit. Piperi zi. Pepe nero. Ja, është edhe piperi zi. Rikujtojmë edhe një recetën, makarona farfaline me ginger dhe me karkaleca dhe përbërësit janë makarona farfaline, domate, ginger, karkaleca, vaj ulliri edhe piper. Të paktën kemi bërë apeli në mendje dhe na mungojnë vetëm karkalecat. Me shkojmë te frigoriferi. Verë bardh? Duhet? Jo. Nuk kemi sosë, s'kemi gjë për të shuajtur në verë. Karkaleca, apo tani të qëruar apo të paqëruar? Të mdhej apo të vegjël? Ta fjalë. Si të bëjmë? Marr me sy byll, ja, byll si do shumë? Më thuj lart apo poshtë? Pa thënë që fare, unë i projektove ti me mendje. Se çfarë duhet të merje. Me arom, vetëm me arom i mora. Me sy të mbyll, me arom. Të lutem, na i tregoj edhe ne Jo, këto karkaleca. i kam sekret. Si sekret? Hajde një kekona të gjeni karkaleca. 300 gram, po 300 gram karkaleca mjaftueshëm për recetën të cilën përgatisim ne sot dhe që është 300 gram është makarona. pesha dhe 270 gram janë qofse do heqish ato ja. Janë mirë. E kuptova. Diti si qërohen karkaleca, do është e vështirë, unë s'kam provuar asnjëherë. Ç'është karkalec? Ja. Vështirë është? Ja, thjesht. Në ka karkalec, në heqet pjesën e brendshme. Si është më kollaj kur janë të gatuara apo të pagatuar? Unë një lloj kam, se kam probleme të gatuara të pagatuara. Okej. Të gatuar është më kollaj se e qeron dhe hap.
Që nga më kollaj. Ndërkohë që në konat vazhdojnë oferta deri në datën 21 shkurt 2013. Nxitoni sepse listën e ka Arioni. Po lista e fare. Përpiqet ndonjëherë të na tregojnë ndonjë Ne për recetën e sotme e gjetëm vajin e ollirit me ofertë, 699 lekë, kështu që s'kemi shpenzuar shumë. Tek faqja e fundit keni të gjithë detergjentët për shtëpinë tuaj, të cilët janë të shkëlqyer shumë të mirë si çdo produkt tjetër cilësor dhe me çmim ekonomik. Koha mbaroi, kaq ishte. Nuk i tregoj më për sot. Shkojmë te kasa ne, për apelin. Okej, çfarë? Përshëndetje, punë të mbarë, si e? Faleminderit, mirupafshim. Përshëndetje dashamirës të emisionit Dita ime, sot do t'ju tregojmë recetën e radhës që do t'jetë farfaline me karkaleca dhe zenzero. Atëhere, procedura për të bërë kjo recetë fillon nga karkaleca, do t'i skuqim në tigan me pak vaj dhe zenzero dhe më vonë do të shtojmë makaronat në tenxhere për të zier. Siç e dini, kur fillojmë dhe ziejmë makaronat, duhet të hedhur pak krip në tenxhere. Shtojmë kripën, marrim vajin, vaj shumë cilësor që na i ka sjell supermarket Konat, marrim zenzeron, e pastrojmë nga lëkura dhe do ta presim në feta të holla. E shtojmë zenzeron. Zenzeroja është një bimë aromatike, po jo vetëm që ka një aromë shumë të mirë, po ka dhe një shije të veçantë. Atëhere, shtojmë dhe karkalecat. Ka vërdisim të gjitha së bashku. Marrim edhe domatet dhe e pastrojmë nga lëkura, siç bëjmë në të gjitha recetat. E mira është që domatja të pastrohet nga lëkura. E presim domate në kubik të vegjës. Atëherë, mbasi karkalecat dhe zenzero janë skuqur, ne i shkojmë me konjak. Në të shtojmë edhe domatet. E ne kemi prerë kubik. Dhe i lëmë të gjitha
që këto të na bëjnë një salcë të lezetshme. Marrim pak ujë nga uji makaronave dhe i shtojmë atyre që të zjenjë të gjitha së bashku. Shtojmë farfalinet në tenxhere dhe i lëmë të zjenjë për 5 minuta. Siç e thotë edhe te paketimi. Pra, derisa salca ne tut na bëhet, atëherë dhe farfalinet njëkohësisht kanë zier. Pra, salca ka filluar dhe po na bëhet, ne shtojmë kripën dhe piperin. Piperi i freskët është akoma dhe më i mirë se lëshon aromën e dur dhe është ajo fikse që na jep shijen më të mirë. Ulim pak zjarrin që salca të na bëhet nga dal, derisa ne pastat t'i kemi gati. Okej, farfalinën po na bëhen. Pra të nderuara ambisa, kjo është një recetë tepër e thjeshtë. Marrim xhenxheron, e presim në feta të holla, shtojmë karkalecat, shtojmë dhe domaten, i shuajmë me konjak dhe i skuqim të gjitha këto së bashku derisa net na krijohet një salcë nga domatja, nga xhenxhero dhe nga karkalecet, shumë e shijshme. Atë do të shtojmë dhe pastën që na ka zier. Gjithmonë te pasta duhet të kemi kujdes se sa e ka minutazhin e zjerjes, çdo lloj paste e ka të shkruar se sa minuta duhet të zjejë. Pra i shtojmë dhe pak ujë. Dhe njëkohësisht do të shtojmë edhe farfalinën. Pra, kemi hedhur farfalinët dhe i trazojmë të gjitha së bashku me karkalecet. Dhe siç e shikoni, farfalinet, karkalecet dhe xhenxhero dhe domatet janë bërë një trup, pra janë gati për të shërbyer. Pra, para se t'i nxjerrim pastat, do t'i shtojmë dhe djathën parmigiano. Dhe bëhemi gati në një pjatë për t'i shërbyer. Pra të nderuara ambisa, kjo ishte pjata që unë kisha përgatitur për ju sot. Është një pjatë shumë e mirë që ju mund ta përdorni në shtëpitë tuaja dhe që do t'ju ngelet një shije shumë e mirë. Atëherë e shërbejmë në këtë lloj mënyre. I vëm disa karkalec në mënyrë të tillë. Majdanos të freskët, e presim holl.
Dhe ja shtojmë përsipër pjatës. Pra, kjo ishte pjata. Atëherë ja u përsëris edhe një herë nga fillimi se si vepruam përbërjen e kësaj pjate. Morëm xinxerin, e prem feta të holla, e skuqem në një tigan me pak vaj, shtuam karkalecat dhe njëkohësisht i shuam me konjak. Shtuam edhe domaten që kishim prerë në kubik, i trazuam të gjitha së bashku, mbasi kaluam 5 minuta nga pasta që po zjenin, i përzihem të gjitha bashkë dhe arritëm të nxjerrim një pjatë të tillë me farfalinë dhe karkaleca që është tepër e shijshme dhe mund të konsumohet nga të gjitha moshat që ne kemi në familje. Atëherë s'më ngelet veç gjë tjetër që them, mirupafshim në emisionin tjetër me recetat e reja.